Do I përdorin për një moment ata, ta keni parasysh se që do them. Çfarë thua? Do I përdorin në një moment ata që të vërshojnë nëpër qytete, edhe çat gjën do e shejmë, do e shkatarojnë. Çat gjën do e vjedhin, do e plaçkisin, edhe gratë do e përdhunojnë. Keni? Po më po, këtu. Siç po ndodh në Suedi që është ja kthyer në tmerr këta. Ata nuk dalin, thon ato gratë atje në Suedi pash me një gazetë tani afër. Thoshte që kanë frikë të dalin dhe të lagja atyre, më se I ke kështu si ato qendë e rrugëve. Qarkullojnë nëpër lagje tufa. Apo s'kan dhe ca hanxhare, ca thika me vete. Nuk pyesin ata, nuk pyesin për logjik. Ata sulen alla. Po nuk gjetën ai gjë me vlerë aty që mund t'i bëj punë atyre, ata edhe po ishte femër, ata kalojnë gjëra të tjera alla. Do merrni parasysh se është rrezik që po na kanoset. Është e frikshme kjo që po thonë. Ajo është arsyeja që po I sillen këtu. Për çfarë po I sillen ata këtu? Për t'i edukuar këtu, për t'i distrahuar thjesht me imajt me ushqime? Po pse do t'i nxjerrin? Pse do vijë momenti që thua do t'i nxjerrin? Do t'i nxjerrin ndoshta tani para zgjedhjeve, po. Po do bëhet kaos në Shqipëri, se tani po kalojmë çik kështu. Do bëhet konspiracionizëm do. Apo jo. Shiko, konspiracionisti është ai që gjithmonë para se të kalojmë te kjo. Ka menduar disa herë, çfarë do thotë konspiracionizëm, ndoshta për gjithë ata që na ndjekin tani. Konspiracionizëm është gjithë ajo përpjekje që konspiracion. Është puna që merren këta të këqimt. Ata që qëndrojnë prapas skenës, që lëvizin ato fije të kësaj botës. Ata janë konspiracionista. Çfarë do thotë thjesht si fjalë konspiracion? Ndërtojnë plane kundra njerëzimit në interesin e tyre. Agenda. Thurin agenda, komplote. Nga kjo del konspiracion komplot. Ndërtojnë komplote. Ndërtojnë komplotesh, po. Kurse konspiracionista janë ata që merren me zbërthimin e këtyreve. Ata merren me konspiracionin, kurse konspiracionistat domethënë janë ata që I kapin këto mesazhet e këtyreve se si punojnë, edhe I zbërthejnë. Edhe nëse është njëri I ndërgjegjshëm, që se ruan vetëm për veten e vet, që të ruaj vetëm veten e vet, ja thot vetë të tjerëve, siç I duke bën këto momente tani. Po thoje? Për këta gjatrit. Po kaloj diku tjetër për sa I përket asaj se çka do të ndodhi këtu. Këtu do ketë kështu një që thash që është konspiracion. Më vjen keq që po e them, po këtu do ndodhi një 97 nëmër 2. Po nuk do jetë më e egër sa e para. Do ndodhi fatkeqësisht. Nuk do kemi, duke se këtë kemi thënë te emisioni parë fare në lidhje me luftën e tretë. Nuk do kemi këtu neve që zona godas në një shtet I huaj neve. S'do kemi konflikt me një vend tjetër. Këtu neve do I bim njëri tjetrit. Do shofësh ti këtu. Po kjo ka filluar, Ka filluar edhe përçarje që thon pse ka ardhur ai nga veriu këtu, jo po ai Maloku që do këtu, jo po ai tjetri që do atje, ata kemi përtypur deri diku. Edhe më thënë nuk jo po theksohet më shumë, po theksohet më shumë. Sidomos tani me përballjen që ka Rama me Berishën, thonë pse prapat e Malokut të marrim ne, prapat e lidhen kështu me lidhen po me çështje krahinore. Po pse edhe do ndikoj deri diku. Çfarë do ndodhi? Kur do ndodhi? Nga se lidhesh? Kam për ta bërë këta krerët e partisë. Do krijojnë kështu skena gjëra, domethënë sikur shife u kap, u hoqe drejta këtij të burgosëm. Një tentativë e tillë ishte ajo që ndodhi dhe me Salen, domethënë sikur e futën kafas tani atë burgim me shtëpi që I dilte, edhe dilën nga balkoni ai dhe fliste. Aty tani këta prisin që të bëshë një iritim I popullit që beson tek ai. Po. Që të kishte trazira, të çoheshin, bëheshin protesta të fuqishme, të dignin, shkatronin, po nuk I eci. Edhe ajo përpjekja që po bëshin aty te para bashkisë, domethënë që diqnin goma, që bëshin kështu, ditën e një nga këta të PD-s aty vit parë, sikur hypte aty bënda këta të fortë, bodi Skënderbe, që ti ngranonte popullin që ishte aty poshtë. Domethënë tentojnë, nuk I ka dalë gjë deri tani këtu. Po mirë, deri tani si ka dalë. Kjo kanë qenë këto tentativat her pas here. Po pse ke bindje që do të ndodhi kjo në 97 dhe më e egër se në 97, më e frikshme? Po tani ta them me parandjej nuk qëndron, po e shikoj që aty po shkon. Mbaz logjike. Mbaz logjikës. Aty po shkon ti, Alin. Se ti e beson që do ndodhi thua? Do ndodhi patjetër.
E di që do ndodhi, këtu do kemi një uri, do biri uri e madhe këtu në këtë vend. Do vujmë për bukë. Ato bukën që e shikojmë në një rrugës, ose nëni sa veta ka për të vrarë për një copë buke. Çfarë thumë? Për një kore buke atje, që ne... Për një buk thate? Po, hajmë gjysë byreku neve, ose gjysëm edhe hedhim në një copë pice atje rrugës, pa qenë gjë. Vetëm për një copë pice atje ka për të vrarë njerëzit. Për një kore buke. 10 veta do vritën për një kore buke. A lejtë që dyqanet do plaçiten komplet tjerë. Do bëhet, çfarë orë të bëhet këtu më shoku. Kur pas sa vitesh po ndodhi kjo? Nuk po diskutohet më mbas sa vitesh, po diskutohet punë muajsh tashmë. Punë muajsh? Ne po shkojmë, po afro lufta 3 tani nëse keni kuptuar apo jo. Nuk ka negociata, mos mendoni se kanë për të zgjidhur çështjet këta me kollare, këto presidentë të mëdhenj, këta bjondat edhe këta që janë zgjedhur tani. Do shpërthej gjë e madhe tani. Jemi shumë afër. Do zhytet bota në kaos komplet. Kjo është plani B i atyreve, i atyre të këshillëve. Po. Plani A është digitalizimi, po nuk do ndodhi kjo, do ndërpritet kjo. Sepse ka për të ndaluar lufta. Edhe këtu tani do qarkullojnë njerëzit si me grupe valla 30-30, 50-50, do marshojnë aty me armë, me gjona. Sa ato armat që u vodhen atëherë kur hapën depot akoma i kanë për shpira këta. Të kujton ti, pse nuk janë sekuestruar akoma ato? U bën një përpjekje në fillim gjëra për të mbledhur këto armat, por nuk arritën. Akoma i kanë njerëzit të armatosur i ke. Nuk e di, po presin një moment caktuar domethënë që ndodhi ajo gjë. Po kur të vi momenti që do rrezikoj jeta e fëmijës tyre për çapën e bukës, aty do shohë çaj gërësire do shpërthejnë nëpër rrugë. Fatkeqësisht ka përtar kjo moment, kjo ditë. Luma ata që kanë shpira në përfshatra, që kanë një tokë që e mbjellin, se jo më kot i mbyllën mundësitë në përfshatra dhe në për male andej, që të përqendroheshin njerëzit në për kryeqytete kryesisht, që të menaxhojnë me kollaj, që të na zhdëpin me kollaj, na kenë më të kontrollueshëm. Këtu do bëhet kaos, si Tirana ka për të bërë, nuk zota imagjinoj, se kur imagjinoj trembe vërtet. Trembesh? Do jetë e frikshme. Luftë civile më burr. E di çfarë do thotë luftë civile. Është e frikshme lufta civile, të vriten vëllezërit me njëri tjetrin. Deri aty ka për na çu këto politika që ju i besoni. Mos i besoni politikave, hiqni dorë që andej. Na mbajnë të përçar, na duan të jemi të egërsuar që të kemi inat me njëri tjetrin, unë njëra palë të djathës se kemi inat palën tjetër të majtës dhe anasjelltas, hiqini dorë, nuk e do askush mirën tonë. Harrojeni, o popull, kjo është thirrja ime, o popull jemi vetëm, Zoti dhe ne. Harrojeni këta tjerët, të vjetër dhe të rinj, hiqini dorë nga ata. Kur do kuptoni? Kur të kuptoni që të hiqni dorë nga politika, atëherë kemi bërë një hap përpara.